ata që janë shitur, Albert. Albert, ata që janë shitur. Ata që janë shitur dhe turp. Turp ju them atyre që janë shitur. Po, e di. Ata që të votuan ty janë shumë të mirë. Jo, nuk janë shitur. Ata e them faleminderit. Ata nuk u shitur. Ata që janë shitur dhe turp. O panë, pse votuan ty 70.000 veta? Ju thash faleminderit, më. Ja u kam thënë faleminderit 20 herë. Nuk u shitën pra, ata nuk u shitën. Ata që votuan mua janë të shitur. Ata që votuan mua janë të mirë. Unë janë të gjithë. Se ai kandidati në ata që janë shitur është turp. Ai kandidati ata që kanë shitur votën, ne kanë shitur votën, ne kanë shitur Fideri. Tregon mua. Kotan. Okej. Se është hipokrizi kot, është kot hipokrizi. Ajo po s'ndodh këtu në Shqipëri. Ça thumë Arbër? Ora provat ku i ke? Në spak i ke. E ka 10 vjetë spaku, e nuk po trajton asnjë gjë. Kjo është e përgjithshme tani. Ja janë tani dhe 43 tjera. I ke dhe 43 tjera, do e shohim. Do e shohim, këtu jemi. Dua ti shoh. Po shko se e gazetar, merri spak. Prova. Ai ke spak. Po merri siç i marri kolegët tu. Unë di që aty ka ndodhur një krim i ketoheni ju, se kështu thonë ti politikanë. Okej. Doktor. E harxhum kohën, e bëm zhurmën mjaftueshëm që argumenta ishin nga mbushim mendjen Arbrit që thot dua ti shoh unë. Jo, Arbri nuk është një individ, është një grup i madh njerëz të cilët mendojnë që realisht opozita nuk ka frymzuar dhe ka pasur shumë probleme tjera për këtë rezultat. Ajo është por na harxhon një kohë shumë të madhe dhe e din, sepse është ai që mençur që e din dhe e bën këto gjë me qëllim për të mos fol gjërat e rëndësishme. Që shqiptar shesin vot në numrat mëdhej, ka, dhe ka shumë. Aq shumë ka, unë s'po themi të gjithë, ka dhe Partia Socialiste votues vetë, që nuk shitet. Patjetër që ka. As diskutohet fare që ka. Nuk tha që të gjithë këtu janë të mirë, gjithë këtu janë të qi. Kush e tha këtë? Kjo bëhet vetëm për ta xhuko. Por që ka zona të, hajdeni në terren, hajdeni me mua nesër, hajde shkojmë i pim kafe, ku doni, ma zgjidhni ju rrugën e Tiranës, apo një fshat ku doni juve, t'ju a thënë se sa lek kushton një vot ka ajo zona aty. T'ju a thonë njerëzit ke kafe. Sa kushton? Po jo ty Arbër, jo, se si as kushit. Sa kushton në vot? Një sekond. Po si as kush, se si... A dhe unë si jam as kush, sepse nuk kam organ juridik. Po nuk do të cilë prova ty o burr. Si as kush që cilë prova, ti të më cilë prova. Kush je ti? Asgjë. Tashti, edhe njëherë. Kërkojnë gjithmonë provat, është shumë interesante, ja prapo do me bo zhurmë. Po, ta dikim në një fshat në një rrugë. Do të regojmi civil apo do bëjmë zhurmë, se bëjë dhe zhurmën, nuk e kam problem. Atere, të lutem, të gjova, të regova kultur, të regoj edhe ti. Nëse ne shkoj me këtë parim, që gjithmonë opozita është e vetmja, që duhet prodhoj prova, dhe opozita duhet mbroj, dhe opozita duhet aty për çdo problem duhet opozita, po shteti për çfarë duhet? Ta heqim shtetin. Po ju jeni ata që nuk keni besim te shteti. Ndjes pranver. Po, ndjes. Kjo s'do më thënë që unë s'kam besim. Kjo s'do më thënë që unë s'kam besim të plot. S'po thash unë s'kam besim ke asnjë. S'kam besim të plot. Kjo s'do të thotë që ata mos bëjnë punën vet. Kjo si justifikon. S'pam asnjëherë nga policia në një problem. Sa, ato s'denuncon asnjë gjë, s'kapën asnjë, s'pan asgjë, s'pan ta.